Krerët e shtetit kanë uruar besimtarët me rastin e festës së Kurban Bayramit, duke përcjell mesazhe paqeje, solidariteti dhe bashkëjetese. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj vlerësoi se në kohë pasigurish dhe sfidash, festat fetare kanë fuqi të veçantë shpirtërore dhe shërbejnë si urë për forcimin e respektit dhe mirëkuptimin ndërmjet qytetarëve. Pikrisht në afërsinë për të ruajtur dhe shprehur dashurinë dhe kujdesin për të afërmin, edhe në momente dallimesh dhe sfidash, njihet dhe matet integrimi i shoqërisë. Vetëm nëpërmjet mirëkuptimit, respektit të ndërsjellë dhe një kulture respekti, diversiteti mund të jetë një avantazh, jo një dobësi, të bëhet një urë, jo një pengesë, të rritet në unitet duke kapërcyer përçarjet. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në urimin e tij u bëri thirrje qytetarëve për më shumë unitet, paqe dhe harmoni, duke shtuar se vetëm së bashku mund të ndërtohet një ardhmë më e mirë për të gjithë qytetarët. Kjo festë e shenjtë na rikujton rëndësinë e kujdesit për njëri tjetrin, të ndarjes së mirësisë me familjen, fëmijët dhe të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetje dhe ngrohtësi njerëzore. Kurban Bayrami është gjithashtu një thirrje për më shumë unitet, paqe dhe harmoni në shoqërinë tonë, duke forcuar besimin se vetëm së bashku mund të ndërtojmë një të ardhmë më të mirë për gjithë qytetarët. Edhe kryeministri Christian Mickoski dërgoi mesazh urimi duke kujtuar se kjo festë paraqet vlerat e solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë. Kurban Bayrami na kujton vlerat e solidaritetit, humanizmit, respektit të ndërsjellë dhe kujdesit për fëmijët tanë. Në frymën e festës le të vazhdojmë të ndërtojmë së bashku një shoqëri mirëkuptimi, uniteti dhe respekti, ku diversiteti është forca jonë dhe bashkimi është e ardhmja jonë. Ditët festive sjellin gëzim, ngrohtësi dhe shpresë dhe dashuri, paqe dhe begati në çdo familje. Urime dërguan edhe krerët opozitar, kryetari i LSDM-s Venko Filipçen mesazhin e tij apeloi që në frymën e festës të tregojmë mirëkuptim, respekt dhe më shumë kujdes për njëri tjetrin. Ndërkaq kreu i BDI-s Ali Ahmeti uroi që festat i kremtojmë gjithmonë së bashku, me zemër të hapur dhe me sukseset përbashkëta për të ardhmen tonë.